Gjykata e Tiranës ka konfirmuar masat e sigurisë arrest me burg për 5 kolumbiane të arrestuara të njëjtën nga operacioni Orkidea, si pjesë e një rrjeti prostitucioni në kryeqytet. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, 5 shtetaset kolumbiane deklaruan se kishin ardhur në Shqipëri përmes një agjencie punësimi për arsye ekonomike, pasi vinin nga divorce në vendin e origjinës, por kanë mohuar të ishin pjesë e ndonjë rrjeti prostitucioni, ndonse kanë pranuar të jenë përfshirë në këtë aktivitet, duke u regjistruar në faqet e eskortave në Instagram për llogari personale të tyre. Ato janë shprehur se nuk e dinin që prostitucioni ishte vepër penale në Shqipëri. Masa e sigurisë arrest me burg qëndroi pa ndryshuar edhe për taksistin Esmerald Sulollari, ndërsa për të dyshuarat Anisa Brahaj, oficere krimesh në komisariati numër 4 dhe Elona Murajn, gjykata vendosi të vijojë masat arrest në shtëpi. Sipas burimeve brenda seancës, taksisti Sulollari ka kundërshtuar akuzën, duke pretenduar se ka bërë vetëm punën e tij të taksistit. Ai ka pranuar se ka transportuar vajzat nga Rinasi drejt Tiranës në këmbim të pagimit të tarifës së taksis. Fakti që u ka shërbyer vetëm si taksist është konfirmuar edhe nga të dyshuarat kolumbiane në sallën e gjyqit. Nga ana tjetër, prokurori i tha gjykatës se 39 vjeçari Sulollari ka mbajtur kontakte me Gabriela Martinez, kolumbianen 47 vjeçare të shpallur në kërkim si drejtuesja e këtij rrjeti prostitucioni në kryeqytet. Në kodin Orkidea, policia e shtetit ekzekutoi 8 masa sigurie të njëjtën nga 11 të miratuara nga gjykata mbi një rrjet të rekrutimit të vajzave nga Kolumbia, sjelljen e tyre në Tiranë dhe më pas përfshirjen e tyre në prostitucion kundrejt tarifave nga 200 në 250 euro për çdo klient. Prokuroria e Tiranës ka proceduar 44 vajza nga Amerika Latine si të përfshira në këtë skem. Të dyshuarit në këtë çështje akuzohen në role të ndryshme për shfrytëzim të prostitucionit, trafikim të personave të rritur, prostitucion dhe mbajtje lokaleve për prostitucion. Masat e sigurisë: arrest në burg Esmerald Sulollari, 39 vjeç, vepra penale trafikimi personave të rritur e kryer në bashkëpunim, shfrytëzim prostitucioni. Juli Gomez, 33 vjeç, për veprën penale prostitucion, shfrytëzimi i prostitucionit dhe mbajtja e lokaleve për prostitucion. Liliana Valencia, 23 vjeç, për veprat penale prostitucion, shfrytëzimi i prostitucionit dhe mbajtja e lokaleve për prostitucion. Nicole Benitez, 27 vjeçe, për veprën penale prostitucion, veprim që pengoi zbulimin e së vërtetës dhe deklarate rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore. Stefania Marin, 29 vjeç, për veprën penale prostitucion dhe mbajtja e lokaleve për prostitucion. Nicole Bertel, 27 vjeçe, për veprat penale prostitucion dhe mbajtja e lokaleve për prostitucion. Arrest në shtëpi Elona Muraj, 47 vjeçe. Si e dyshuar për veprat penale trafikimi personave të rritur e kryer në bashkëpunim, shfrytëzimi i prostitucionit. Anisa Brahaj, 34 vjeç, për veprat penale prostitucion dhe mbajtja e lokaleve për prostitucion.